Kryeministren e Italisë, kryeministri Edi Rama e priti ndryshe duke e surprizuar edhe një herë. Ulja e tij në gjunjë u shfaqe edhe me të qeshura prej shefes së qeverisë italiane. Madje Giorgia Meloni nuk nguroi të reagonte përmes batutës. E bën që të jetë vetëm i gjatë sa unë. Marrëdhënia e ngushtë u shfaq më tej edhe në takimin zyrtar. Për mediat, prezencës së saj nuk i shpëtoi pyetja për sa i përket klandestinëve të vendosur në kampin e Gjadrit, që tashmë ka ndryshuar status duke pritur vetëm emigrantët që në Itali u është refuzuar kërkesa për azil. Kam pasur kohë, do kalos më pas, jo, po nuk kam kohë, po puna po vazhdon dhe kjo tregon edhe shpejtësinë e funksionimit, duke dëshmuar që në fundit siç kishim premtuar jemi në rrugën e duhur. Hapja e kampeve në Shqipëri për të pritur klandestinët nga Italia ngjalli interes edhe nga shtetet e tjera, ndërsa të enten kërkesën që edhe Anglia të kishte këtë mundësi, kryeministri Edi Rama u përgjigj me refuzim. Jo në Shqipëri, në vende të tjera